Nesër fillon mbahet raundi i parë i zgjedhjeve lokale në tërë Kosovën. Raundi i parë pra për ato komune dhe ato qendra në të cilat do të ketë ballotazh. Përndryshe aty ku s'ka ballotazh, raundi i parë është edhe fundi i këtij procesi zgjedhor. Mitrovica është një prej vendeve që ka marrë vëmendjen më të madhe, ndër më të madhe, pra nga të gjitha komunat që shkojnë që janë në të cilat ka zgjedhje. Arsyeja është se në Mitrovicë gara është shumë e madhe dhe është relativisht e ngushtë. Ka pas një farë pritje që dikush ka pas pritje të mëdha prej garës Mitrovicë, e tjetër kush ka qenë në nivel, si më thonë, më tut për kanë rru rolet. Njëri nga pjesëmarrësit e garës në Mitrovicë, pjesëmarrësit e rëndësishëm, është musafiri im i sotëm në Blitz Intervju. E kam fjalën për Gzim Plakollin, kryetarin e degës së LDK-s dhe njëherësh edhe kandidat të kësaj partie për kryetar të komunës. Gzim, mirë se vjen në Blitz Intervju. Astret, faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta, kënaqësi të jem mysafiri juti. Nuk jena në Mitrovicë, jena në Prishtinë për arsye teknike, për ndryshe kam pas qef shumë me zhvillu bisedën në Mitrovicë. Unë vi për Mitrovicës, po që jetoj në Mitrovicë. Tash si një specifika atje, por do me nisim nga Prishtina. Dje ndodhi një veprim i papritur nga Liga Demokratike e Kosovës, vendosi ta votoj Nëna Drashishin për nënkryetarin serb të Kuvendit Kosovës. Ka na piku kjo, sepse LDK-ja herë e folë nuk e votonte. Besoj që une dhe mbaz asaj në zhvillimeve të fundit, besoj që LDK-ja ka vepruar mirë, sepse e kemi lexuar sakt vendimin e gjykatës kushtetuese dhe mbaz të rekomandimeve të juristëve të cilët nuk i kemi të pak në LDK, kemi vendosur që ta votojmë dhe t'i hapim rrugë krijimit apo mos krijimit të qeverisë së Republikës së Kosovës. Mirë, po juristë juve e lexojnë, po tash ka juristë tjerë që po thonë nuk është përmbush kushti i gjykatës kushtetuese me këtë veprim të LDK-s. Ka mendime të dyjanshme, Astrid, po unë besoj fuqishëm. Çështja shkon në gjykatë kushtetuese dhe gjykata kushtetuese sheh këtë veprim të jo kushtetues. Prapë, nëse është jo kushtetues, ne si gjithmonë, ne do i respektojmë gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, për ne dhe nga përvojat që kemi, dhe nga përvojat të cilët dhe nga backgroundit të cilët e kanë juristët tanë, e që nuk është i vogël dhe nuk është i mangët, ne besojmë fuqishëm që e kemi bërë më të mirën të vmundur dhe vendimi ka qenë në frymën kushtetuese dhe në bazë të rekomandimit të gjykatës kushtetuese. Cili është qëllimi politik i Lidhjes Demokratike të Kosovës me këtë votim? A po do me sfidu qeverin Kurti, me qitë Albin Kurtin para afateve kohore të krijimit qeverisë, apo çka? Kjo është qëllimi jonë, ne qëllimi i vetëm për çka funksionon Lidhja Demokratike e Kosovës, që të kemi institucione funksionale në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Dhe ne nuk kemi qëllim që ta sfidojmë Albin Kurtin, ne kemi qëllim që t'i japim vendit institucione. Po ashtu është momenti i fundit edhe tash secilit të deklarohet dhe të shihen numrat se kush i ka numrat për krijimin e qeverisë. Ne shumë dyshojmë që qeveria apo mandatari, shpresojmë që së shpejti edhe presidenti do ta emërojë mandatarin për qeveri, do t'i jepim institucione këtij vendi, po sipas parashikimeve tona dhe kalkulimeve tona dhe numrave të cilat janë ekzistues, ne dyshojmë që mandatari në këtë rast zotri Kurti do i ketë numrat për formimin e qeverisë. Kur shkojmë zgjedhje nëse si ka numra? Shpresojmë, apo sipas... Në mendjen e LDK-s, kur është kjo afati i duhur dhe i përshtatshëm për me shkon zgjedhje? Besoj që sipas zhvillimeve të fundit, ne e shohim që mesi janarit ne do ta gjejmë Kosovën me zgjedhjet e jashtëzakonshme, mesi janarit të vitit 2026. Dhe të fillimi i marsit do ta gjejë Kosovën pa buxhet atëherë? Sepse këto është rreziku i madh, Kosova mos me pas pagesa në Kosovë fare për një marrë. Kjo është ajo çfarë ne edhe një ndër arsyet se kemi ndërmarrë këtë hap, se ne mendojmë dhe ndjesin ndaj shtetit, si ne që kemi se ka asnjë parti politike. Dhe kjo është arsyeja që sa më shpejt i japim zgjidhje Kosovës dhe qytetarët, siç e the edhe ti, për mungesë të buxhetit Kosova të bllokohet. Nuk jemi për bllokada, gjithmonë i kemi jap zgjidhje vendit, edhe tash besojmë që nëse gjithçka shkon sipas planifikimeve, besojmë që në mars do ta kemi edhe presidentin e zgjidur, edhe buxhetin e aprovuar. Dhe Gzim, a ka pas votimi i djeshëm në kuvend për i LDK-s, a ka pas, si me thonë, edhe ndonjë efekt ose synim
elektoral për zgjedhjet lokale. Zbesoj që ka pasur, astret ne zgjedhjet lokale i ndojmë nga zgjedhjet nacionale. Po mundën qytetarët mos mi do. Po sakt, pra po tham, ne si LDK gjithmonë e shohim parimin edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Momentin e kemi marrë, e kemi studiu vendimin e gjykatës kushtetuese. Ekspertët tonë ligjor, edhe njëre potencoj me gjithë përvojën që e kanë, na ka rekomanduar që të ecim tutje me themelimin e institucioneve të shtetit, sidomos të kuvendit, dhe nuk kemi kalkuluar në zgjedhjet lokale. Për ne, dy procese janë të ndara, ndoshta mund të ketë ndikim tek qytetarët, po sinqerisht... A mundet me pas, a jashe hajrin në zgjedhje lokale këtij veprimi LDK, si mbas të jenë teren, një Mitrovicë, po dalin tani të zgjedhjet lokale. Shpresoj që do ta ketë... Ata ndihmon ty në sen. Unë shpresoj që do ta ndihmoj, po vendimi nuk ka qenë i kalkuluar politikisht i lidhur me zgjedhjet lokale. Shpresoj që do të ndikoj, sepse fundja fundës ne kemi bërë ato që është kërkohet nga neve, ne kemi votuar sa më shpejt të krijojmë institucionet e Kosovës, të cilat do të jenë në shërbim të qytetarëve të Kosovës. Astrid, është përmare, jemi në muajin e 9 që s'kemi institucione funksionale. Nuk është faji LDK-s, po e bëm e tejkaluam edhe atë hapin e fundit për themelimin e kuvendit dhe shpresoj që nuk do të kemi më mungesa dhe si të themi shtyerje afatesh. Qytetarët dojnë zgjidhje, qytetarët dojnë zhvillim, qytetarët dojnë projekte, në mënyrë që të ecë ky vend përpara. Po veç Albin Kurti po thotë që unë po du me bot qeveri me LDK-n dhe ju kum drejtu 2 herë, ju s'po dëni. A i bjen kjo që një farforme duke mos pranuar të qenë pjesë e koalicionit, s'po ndërtoni institucionet? Jo, ne kemi qenë parimor që nga fushata zgjedhore, edhe nga rezultati kur e kemi marrë me 9 shkurt, ne kemi thënë, bile, disa nga oponentët politik kanë thënë, tash e kanë kuptuar që ndoshta propozimi i LDK-s, i cili ka ardhur para 3-4 muajsh, është më i miri për një qeveri teknike, në mënyrë që t'i japim vendit, si të themi, zgjedhje, përgatitore në mënyrë të japim edhe presidentin në mars. Ne kemi parapo gjitha këto problematika, Astrid, ne e kemi ofruar vendi zgjedhje, edhe pse kemi refuzuar bashkëpunimin direkt me vetëvendosjen, prap kemi dalë jashtë vetvetes, kemi ofruar një qeveri teknike, kemi ofruar zgjidhje për vendin. Dhe kemi qenë parimor, nuk bëjmë koalicion me vetëvendosjen, kemi qenë fillim para zgjedhjeve, gjatë fushatës edhe pas fushatës, besoni se ju ne jemi e vetmja parti politike që kemi qenë konsistent në qëndrimet tona, po edhe jemi e vetmja parti politike që i kemi ofruar zgjidhje vendit pas blokadës së krijuar nga partia e cila ka dalë para në zgjedhjet e 9 shkurtit. Shkojmë në zgjedhje lokale Gzim. A kryhet Mitrovica me të parën? Apo shkon në ballotazh? Definitivisht Mitrovica as kryhet me të parën, as ka mund të më kryej me të parën. Ata që kanë thonë kryej me të parën, ata kanë pas ëndra që s'bohen kur. Për kërë e ki fjallin tash se... Po ata që kanë thonë që e kryej me të parën, 70% kanë thonë vetëvendosja, guxo, alternativa, krejt bashkë. 70% kanë thonë? Po, me 70% dalim para zgjedhjeve. Para fushatës kanë thonë na e kryej me të parën me 70%. 70%. Edhe rezultatet, Astrid, unë e them, unë pas dole Albini po kishin më rrigjë ardhej. Albini për çdo ditë është për çdo ditë o Mitrovic. Çdo ditë lume o Mitrovic. Nëse s'është Albini, janë 2-3 ministra në detyrë të tij. Edhe numrat... Ka njës kove të fundit me ardhë, a pe fillimit janë qështu? Jo, besoj që kjo 2 javë i fundit, kur i kam po numrat, kur i kam po matjet, sot e këshin edhe hap këtë aksin rrugor. Një kursi e këshin hap vushtrim Sprekonicë. E qa ka lidhje Ministria Bujqësisë aty? Jo Ministria Bujqësisë, ka lidhje qeveria, me janë e mu fatonit, atje Mitrovic që qeveria e hapi edhe një rrugë. Po ata ka pas obligim, qeveria aty u vënu disa muaj. Po pse? Një vjet u vënu. A pyet qytetari veten pse u vënu një vjet? Qeveria e hapi edhe në gjatë zgjedhjeve nacionale të 9 shkurtit e hapi edhe aksin rrugor prej ajo ku ka ndërprer deri në hyjbet Vushtrisë. Edhe ajo ka proces elektoral, tash e hapi në prag zgjedhjeve lokale, e hapi edhe e hapi kjo, nëse ka ndonjë, si me thonë, inxhinier, nuk mund të hapet ajo rrugë, se ishte jashta çdo standardi, Astrid. Po në fushat zgjedhore po bëjke gjithçka. Po bëjke gjithçka. Qash, si me thonë, kjo hapje, kjo prej Mishërita është ma shumë, si me thonë, tentim për me shty, me fshtimin e fundit, a veprim panik, apo çka? Unë besoj që është veprim panik, i kam pa numrat, Astrid. Pra po them, fushatën kur e kemi fillu, disa oponent na thoshin s'di LDK e ka një grysht votash. Po tash po del ndryshe puna, edhe jo në grysht votash, LDK-ja sipas kalkulimeve tona dhe sipas matjeve që i kemi në teren, Mitrovica gjithsesi do të ketë ballotazh dhe
rezultatin e shojmë 12 tetor. E them pse kam thënë gjithmonë që kam me pas ballotazh Astrit, se prej 5 nëntorit kur i zgjedh kryetar i Degës së LDK-s, ne kemi punu çdo ditë. 5 nëntor 2023, po. Edhe çdo ditë lumet Zotit kemi punu në teren. Po si dalë mirë se nacionale? Nacionalja, jo, nuk mundu me thonë nuk kemi dalë mirë. Jemi partia Dega që ka pos ngritjen më të madhe në dallim prej zgjedhjeve të 2021-s. Ata keni pasur për tokë. Atëherë për tokë tash kemi marrë 3000 vota, jemi gati 10% të numrave i kemi marrë Mitrovic, që nuk është rezultat i keq në krahasim me situatën që kemi pas që kemi trashëguar në Degë. Tash çka pretendoj që është edhe më mirë sepse pas 15 viteve Astrit, po hymë të unifikuar si Degë, edhe shpresoj që rezultati edhe puna jonë, edhe angazhimi jonë për ditor, në takimet me qytetar, me bashkëqytetar, me fshatar, me çdo lagjet Mitrovicës që kemi prek, besoj që edhe ky mund do të na shpaguhet. Kena me hi me fol tamam për LDK, po du më majtë hala me fol për garën. Unë e di që je kandidat e një partije, edhe ti kishe me fol për vetën dhe për partinë tonë, po ne po insistoj me fol pak për garën. Qëto premje shiritave, që po i thu, a jënë prej, së më përgjigje, a jënë prej zorit, a prej qefit? Unë prej zorit definitivisht o Astrit. Unë e kalova sot qatë rrugë, kalova. Ajo nuk ishe kalush me Astrit. Një shtrese holla asfaltit i shtru, vetëm një korsi. Shkumja është angnardi? Dy ontë. Një korsi, ka një korsi shfrytëzohet, po as nuk ish vija. As kur gjo, as ndryqim Astrit, as kur gjo hiq. Unë tash ditën e kalum, po natën është shumë e rrezikshmit madhe. Po është autostrada pa ndryqim e pa vija? Jo, ajo pjesë, apet autostrada një kinë do me dy korsit Astrit. Ajo po është rrezikshme lemo kjo, tash para me ndo, unë po thëmë, shpresoj dhe kërkoj kujdes nga vozitësit që qarkullojnë ataks rrugor, sidomos natën bëj thirrje për kujdes, sepse është shumë e rrezikshme edhe definitivisht është çështje paniku, se për ndryshe ajo rrugë ka nevoj për riparime, për punime, edhe 2-3 muj nuk është e gatshme për mu hop, për shfrytëzim po thamë. Po. Gzim, qa po thëjnë matjet, se më përmene matjet, qa po thëjnë matjet, a uzëm në kazu shifra ti? Matjet, une nuk folje për shifra, qka muj me folj që... Thejet a but, folj për shifra? Jo, s'muj me folj për shifra, une thash Astrit, LDK-ja, procesi i unifikimit që kemi kalu, edhe punën që kemi bo 2 vjeqare, tash e 2 vjetë, se s'jon bo dhe 2 vjetë, na japin neve, si me thonë, një vetë besim që jemi në ngritje sipër, punën që kemi bo ekipore, programin që kemi, ekipin me të cilin përfaqësohemi, neve na bën shumë konfident që do të jemi, si me thoni, garues të sigurt edhe vendimarrës për qeverisin e ashme në Mitrovic. Po, dhe këta du me thonë, tash ky tha që VV dhe Guxha kam pas pritje për 70%, a në partë të dytë? Me matjet tona jënë dytë. Dytët? Po. Dhe e pare është PDK-ja? Nuk për them kush, jemi ne. Po, ata janë të dytit? Po. Dhe qatë për jem pritjet Gzim tash, si me thonë, pse ka ndodhë kjo? A ka ndryshu mendimi elektoratit gjatë fushatës të Mitrovic, apo ato pritjet mbi 70% kanë qenë gabushme herët? Astrit, pritjet kanë qenë dë gabushme, adim pse them, sepse 70% i ka marrë nga Albin Kurti, si emër, si politikan. Tash nga nuk është Albin Kurti. Tash jemi nga emrat të përveçëm, të cilët garojnë me një sigël, me një parti politike, për dallim nga parti tjera, unë galoj vetëm me një listë përbashkët, me 34 bura e gra, djeme vajza, matë Mitrovicës, për dallim nga oponentët e mi, PDK-ja ka bë koalicion me AKR-n edhe me një parti tjetër lokal aty, Vetëvendosja, Guxha, Alternativa, një 3-4 lista i kam përbashkëta, unë e garoj vetë edhe prapë se prapë rezultatin edhe puna, pra po thamë, nuk është ky rezultat, ne kemi ditë, Astrid, kemi bë matje edhe para fillimit fushatës, ne kemi qenë sigurt në punë tona edhe në numrat të cilat i presim në zgjedhjet lokale. Atë kanë nënshmu pak Gzim Klakodhin dhe LDK-n dy partë, edhe VV-ja dhe PDK, se kom përshtypjen që ka pak e kanë nënshmu. Definitivisht që po. A kanë nënshmu prej mosdijes a prej dëshirës? Prej dëshirës e kam pas, edhe e kam pa LDK-n. Si mosdijes së rezultatit? E kam pa mas poni LDK-n të përqame Astrit, edhe kanë mendu edhe rezultati i non shkurtit, që nuk ka qenë real, soj përket angazhimit politik timin dhe degës e LDK-s Mitrovic.
Pa politika s'është reale. E them, prandaj edhe numrat e non-shkurtit paka i kanë mashtru këta, se kanë mendu që gara lokale është e njëjtë me garën nacionale, për mua dallon, sepse në garë tash jemi, unë e thash, është Gzim Plakulli që i prin listës për kandidat, edhe kemi 34 burra e gra. Nuk janë partitë nga qendra që vinë edhe ta bëjnë ty fushatën Mitrovic. Fushatën e bëj vetë Gzim Plakulli, garoj me një program detajum që kemi bë me qytetarin edhe që është i bëshëm. Është i kalkuluar cent të cent edhe që është i realizueshëm 100% për mandatin 4 vjeçor. Kush e përcakton rezultatin Mitrovic? Si me thonë, po folim me ato që flasin gjithë edhe strategët politikë, që janë dy de facto 3 operacione votues është Mitrovic, është një votues me periudhën nga Drenica që voton ende territorialisht, një votues tjetër që është me periudhën nga Shala që po ashtu ende voton territorialisht, pra voton vetin, këtë vetin, dhe është një votues tjetër që është ta themi qyteti që është i përbërë nga të gjithë, edhe nga Shala, e Drenica, e Gjakova, kush do qoftë, të cilët nuk votojnë territorialisht. Sot, kush ka peshën më të madhe në zgjedhjen e kryetarit? Besoj që qendra e qytetit do jep vullën. Pa e bo damin, nuk po bëjmë damin territoriale, po bëjmë analizë. Dhe po t'lipim e bo analizë, pra mos të kesh kupton dikush. Jo, s'ka... Unë e për e bëjë sëqarimi. Për vetë edhe për ty. Matjet tona na tregojnë që qendra e qytetit, kur thëmë qendra e qytetit, nuk e doj këtu këqishin Zhabarin e Shipolin. Po flasë për përfshirë Shipolin, Zhabarin edhe qendrën e qytetit, këtu do t'jenë vendimtar numrat të cilat neve na tregojnë Astrid. Ne e dim sakt ku qalojmë në cilat lagje, në cilat territor. Kush e përsakton, jo vetëm të LDK-ja, elektoratin e LDK-s, po sot ku përsaktohet fituesi? Fituesi përcaktohet te kandidati Astrid. Pa normal. Unë prapë them, kryesorja çka është Mitrovic, çka është vendimarrëse, është... A mundesh me fitu Mitrovicën veç me përkatësi territoriale? Jo, asnjëherë. Jo, prapë them, u fitu përpara, prapë them, kandidati, e kemi një kandidat që vjen, 2 kandidat vinë nga Shala. Po. Edhe Arjani edhe Tahiri janë nga Shala. Po. Tash Arjani vjen nga Shala, po është i pranum nga Drenica. Qashtut, po them, pra po them. Të gjithë kandidat Drenicës se vjen nga Shala, se është i pranum nga elektorati Drenicës. Dikon e ka pranueshmëri mbi 90% të elektoratit të LDK. Ashtu e them, po prapë se prapë, qa është më rëndësi Mitrovic, kjo vota urbane, Astrid. Vota urbane e qytetit, e qendrës qytetit, do jep vendimtarja për kryetarin e arshëm të Mitrovic. Kush është më i fortë që aty? Më i fortë se unë është as Arjani, as Fatuni. A je i sigurt? 1.000.000%. Okej, dhe a është kjo vot dikon 20-30% e elektoratit total? Jo për ty, total. Jo, ma shumë është. Po, se ti peshtin edhe 2 fratat maja. Peshti, unë e kishin 2 fratat maja. Peshti kishin, peshti Zhabarin, peshti dhe Shipoli. Po, Shipoli frati ma, kishin frati ma. Për mua këtu, mune më numru fshatra për mua janë paralogje, bre të hymet Mitrovic, e kuptan. Edhe nëse përfshim Këqishin, Zhabarin dhe Shipolin, bashkë me qendrën e Mitrovicës, unë besoj që 75% e votës totale të Mitrovicës përqendrohen në këto lokacione. Shala Bajgorës, e përmend edhe vetë, kemi shumë banor për Shalës që janë zhvendos për shkak mungesës së kushteve, sot jetojnë Mitrovic. Edhe pak janë që janë me vendvotime në fshatrat nga cilat vinë. Prandaj po them, koncentrimi i votës në qendër qytetit do të jetë vendimar, po menoj, qendra qytetit do të vendos fituesin e arshëm të zgjedhjeve. Dhe ballotazhi Gzim. Ti po thuaj që ka ballotazh. Bon me për fjalë ka ballotazh 100%. Edhe unë po ta bëj një pyetje tash me çën duam të marrit për fjalë. Dhe në zgjedhjet e kaluara kandidati i LDK-s ka dalë diku te 11%. Gzimi a shkon më lart? Matjet tona na tregojnë që shkoj më lart. Edhe Gzimi, po edhe partia. Edhe Gzimi edhe partia shkoj më lart. Partia sa ka qenë të kaluara? Nëse se gaboj 4300 vota ka qenë dikun te 13-14%. 13-14%. Nëse po flasim nëse trupi elektoral apo dalja është te 30.000. Te 30.000, po. Dhe sa pritet me kondalja në Mitrovic, aty dikun? Po shpresojmë që 30.000 nuk mundet me kalu 30.000. Sa ka ndiku në rezultat zgjedhor hapja e një ure atje? Severia. Kanë ndiku në, si me theni, te elektorati i pavendosur, Astrid. Po elektorati i pavendosur si pas matjeve tona është 0.3%. Veç 0.3% si pas matjeve tona që kanë ndodhur para disa ditësh. 5-16%. 0.3% matje tona për na tregon që elektorati ende kjo përqindje është e pavendosur. Po ka përqindje ajo. Jo.
Pra po tham, jemi të sigurt në ata që po flasim, definitivisht kandidati i cili e ka, si me thënë, përkrahjen e qeverisë, do të dëshiron ta maksimalizon çdo investim të qeverisë në Mitrovic, dëshiron ta maksimalizon në vot për vete, po definitivisht as ajo nuk i ndihmon që të kryhet me të parën. Pra po tham, jemi të sigurt, edhe mbamni për fjalë që Mitrovica shkon ballotazh. Dhe Peci është i dyti, sipas teje. Sipas meatjeve tona ashtu e qetë. Po shkojmë, pse duhet, po bëjmë pak, po t'japim pak hapësirë me kallëzu pak çka po garoj. Unë Astrid garoj për me ja kthy dignitetin Mitrovicës. Pse hi politik mas pari dhe pse po garon? Mas pari hi Mitrovic, politik hi Mitrovic. Mitrovic, kjo ka arsyeja e vetme ka qenë që i vetmja komunë, i vetmi qytet që ka hub shpresën qytetarëve. Mu paskon Mitrovica mirë, te Astrid Gashi ishe kon të jetu sot Mitrovica, e jo në Prishtinë. Po, kom. Ti demek si Astrid Afër është, me pak në rregull me kon, do rrugë më pas bo, ç'është do të më bo, afër është. Si Astrid Gashi janë edhe një 14.999 Astrid Gashi atjerë që jetojnë Mitrovicali që jetojnë në Prishtinë. Edhe unë të garantoj që arsyeja vetme është mungesa shpresës edhe mungesa e kushteve normale për një jetesë normale Mitrovic. Kjo ka qenë arsyeja jam e parë, edhe e dyta, jam LDK-s bërë gjithë jam konë rrugovist, edhe LDK-ja nuk ka qeveris me Mitrovicën prej vitit 2007, ka kryetari fundit që ka qenë... Guxoja po thotë kjo se LDK-ja rrugovës? Qysh? Guxo po thotë kjo se LDK-ja rrugovës? Jo, LDK-ja rrugovës është që kjo une që përfatsoj, edhe kërkush se ka mandati me folë për rrugovën dhe rrugovizmin përveç meje në Mitrovicë. Unë jam kryetari degës i LDK-s, gjithmonë kam qenë LDK-s, dora jame kur për parti tjetër nuk ka qitë votë. Prandaj, kush fol jashta LDK-s për rrugovizmin dhe LDK-n e vërtet, gaban, ja huq fort, ata që kanë dosh me qëndru në LDK, ata janë edhe sot LDK, ata që kanë ik për qëllime personale, na flasin si rrugovista dhe si LDK, nuk ju takon edhe korritin vetën. Gzim, qysh mendon Gzimi dhe LDK-ja mi a hek zymësin Mitrovicës, se po thu që Mitrovica e ka një zymësi dhe kjo është Jo që e ka një zymësi. Ka posa më të madhe, ka pak, po më duket po tenton me dalë, po ende është. Astrid, e kam një përvojë 23 vjeçare me organizata ndërkombëtare. Edhe programi jam, cilin ja kom fru qytetarëve, që është program edhe një herë potencoj në diskutim me qytetarë, i bëshëm, i kalkuluar cent më cent, ne shohim një Mitrovicë ndryshe, po jo për 2 vite tashme. Ne kemi planifikime, projektet edhe premtime që kemi jep. Për 10 vjetë? Jo, për 4+4. Ne jemi të vetmit parti politike që kemi ofru projekte konkrete për energji gjelbërt, për ambient të postër. A më një bën ato komuna? Po. Energjin e gjelbërt? Po, i bën. Sepse ka pak punë e qeverisë është? Jo, i bën, edhe komuna i bën. Astrid, duna me përmeni projekt. Mitrovica, si pas kalkulimeve të ekspertve që kanë punu në program të imin, i kost dikun 50.000 dhe 80.000 metra katror kulme të banesave kolektive, të ndërtesave e institucioneve nacionale dhe lokale. Nëse na që ato kulme i shfrytëzojmë në panele solare. Po, ato komuna së mundet me bërë? Mundet me bërë komunat me inicu komuna Astrid. Sakt si mundet? Unë e si kryetar komune, ka me bërë një plan fizibiliteti. Ka me bërë këto plane e fizibilitetit, ka me themelu drejtorin për investime strategjike dhe planifikim strategjik. Kemi mu ullë, kemi me kalkulu gjithë gjarat, kemi me bërë transportin urban, e thash, panelet solare dhe ngrotorën e Trepqës. Gjitha janë projekte që bëhen, që janë të kushtueshme, po s'do me thonë që e ngarkojmë buxhetin e komunës Astrid. Po flasim për kredit të buta, po flasim për grante nga bergje, nga organizatat ndërkombëtare, të cilat janë të interesuara që të zhvillojnë energjinë e ripërtreshme, të investojnë në ambient të pastër dhe sigurisht që të investimet të kthehen në përfitime për komunën. Janë të bëshme Astrid. Kam përvoj, po tham, 23 vjetë kom punu me ndërkombëtar, e di si funksionojnë projektet, e di si kalkulohen gjitha të ordurat, dhe besoj, me 4 vjetë plus 4, Mitrovicës do ja kthejmë namin që e ka pas Mitrovicën e para luftës, Astrid. Gzim, u bo kjo shablon, ami 3 projekte, sot dush, 1, 2, 3, 4, 5, qysh menon që duhet me zdrit Mitrovicën, me hjek nga ajo vella, përfundimisht nga vella e zymësisë. Astrid, e para që duhet një plan mobiliteti, i cili i ofron Mitrovicës transport të organizum, rrugë të qashme, 2 hyrjet e Mitrovicës do t'i përmisojmë nga Peja dhe Mitrovica, do i jepim sharm qytetit, dush kemu vërej që po hen qytet.
sot hyrjet e daljet e Mitrovicës janë të zymta, nuk din apo hen qytet apo hen ai fshat apo nai lagje. Fatkeqësisht, plani mobilitetit do na jep programin për transport urban, kemi planifikuar 4 linja urbane që i lidhin 4 daljet e Mitrovicës me Sholën e Bajgorit, me Kqishin, me Koshtovën dhe me Broboniqin. 4 dalje do i bëjmë. Kemi planifikuar autobus elektrik që do të jenë, si me thonë, Trama autobusa. Si, Trama autobus. Jo, autobus, çfarë trama? Autobus, e para, e them parking që do t'i ofrojmë qytetarëve me dikun 300-400 vend parkingje, jo 3.000, 4.000, 300-400 ka nevojë Mitrovica, edhe do t'i ofrojmë ndriçim të publik smart, të mençur, momentin që te kemi në kontroll edhe t'i zbutim këto harxhimet e komunës Mitrovicës që janë enorme. Sa janë harxhimet enorme? Po flasim në energji, sepse sot ndriçimi në Mitrovicë është katastrofal astret, është nga ish Jugoslavia, përveç këto rrugët e reja që janë inauguru nga komuna tash, i gjithë ndriçimi tjetër është i trashëguar nga sistemi i vjetër, po them. Projekti i dytë, astret, cilin dua ta veçoj, është qendra Omnisport. Sot e 3 vite ajo qendër është jashtë funksionit për shkak të vërshimeve që kanë ndodhur para 3 viteve në Mitrovicë. Pse e shohim shumë të rëndësishme funksionimin e Omnisportit, e para do i ofrojmë shkollën e notit gjitha nxënësve të klasave të 5 astrit. Gjitha shkollave të Mitrovicës do t'i ofrojmë kurse të notit falas. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që djali jam mos me ditë futboll me luajt, basket, handball astrit. Nuk është nomi, po mos me ditë not, është rrezik për jetën e djalit tem e fëmijëve të Mitrovicës. Prandaj nëse na fëmijëve ja mësojmë notin, do me thonë që ne e shpëtojmë një jetë, po ashtu ja japim një mësim i cili do t'i shërbej krejt jetën. E mëson notin, krejt jetën kime ditë me notu astrit. E dyta, arsimin, kemi më ndërtu gjimnazin e ri, Abdullah Shabanin nga e para, përveç investimit në 2 shkolla, 5 salla sportive do t'i bojmë në 5 shkolla të mesme dhe fillore në Mitrovicë. Duhet ta përmendi këtu Abdullah Shabanin, sallën sportive, shkollën teknike, në Zhabar, në Kqiq, edhe në Eqrem Qabej do i bëjmë sallën sportive. Do i bëjmë 5 qerdhe publike astrit, do i bëjmë tabela digjitale për gjitha klasat, 200 klasi ko Mitrovica, shkollat mesme dhe fillore, 200 tabela të mençura dhe një ose 2 shkolla do ta implementojmë si pilot projekt mësimin tërditor. Nëse jep rezultatet e pritura, atëherë do ta zgjerojmë edhe në shkolla tjera, në mënyrë që fëmijët tanë, po flas për mësimin tërditor nga klasa e parë deri në klasën e 5. Edhe projekti i tretë, cilin dua ta veçoj këtu, ka të bëjë me sportin, do të investojmë në stadiumin Riza Lushta. Me ligën rajonale do i ofrojmë, paramendo astrit, liga rajonale, vetëm rajoni Mitrovicës nuk e ka një fushë sportive të integruar, të implementuar nga Federata e Futbollit Kosovës. Federata e Futbollit që 5 vite pret nga komuna, një parcel toke, e cila është e gatshme, Federata mi investu 1 milion euro në stadium dhe në gjitha ato pajisje, po menoj për cilëse, nuk e di pse s'ka ja. Jëm taku me Bardhat Seferin, është kryetari i ligës rajonale, që 5 vite është vetëm rajoni Mitrovicës, i cili nuk e ka marrë këtë donacion nga Federata. Po flasim 1 milion euro investim, edhe më kam premtu që përveç 1 milion eurosh, do të investojmë edhe një fushë sportive në një obër të shkollës, cilën e përzgjedh komuna. Edhe 5 fusha sportive në 5 lokacione të ndryshme, po flasim fusha sportive të hapura, s'do me thonë veç fushat futbollit, po në mendoj që edhe sportin e padelit, padel tenis, do ta bëjmë edhe në një nga shkollat e Mitrovicës, në mënyrë që jo vetëm sport të merren njerëz, po do t'i ofrojmë edhe hapësira rekreative qytetarëve të Mitrovicës. Dhe stilistikisht, çfarë do mund ndresh Mitrovicë? E them, do ta kthejmë shpirtin urban që e ka Mitrovica. Do paksy. Shpirtin urban. Do ta bëjmë qytet të jetueshëm edhe të pastër astrit. Harova me përmend Beturinat, prej vitit 2016, deponia në Koshtov është jashta kontratës, që 9 vite ajo deponi funksion pa kontratë. Është bombe kurdisër Mitrovicë. Astrit, nëse dështojmë na me unitetin, kompaninë rajonale, me pastru qytetin, definitivisht nuk do të rikë duart kryq, do t'i angazhoj edhe kompanit private, që ta bëjmë Mitrovicën të pastër,
të jetueshme dhe do t'ja kthejmë shpresën qytetarëve të Mitrovicës. Këtu përfshihen edhe qendrat Ndacak Astrit se mungesa e pastërtisë nëpër qytete dhe bërllogët ka kontejner krijon edhe grumbullimin e qenve Ndacak. Unë sot fatkeqësisht më shumë shoh që Ndacak në Mitrovicë se në Prishtinë. Edhe kjo është për keqardhje. Astrit. E di që A dihen sa janë? Ka Për shumë. shembull, në Prishtinë llogaritën diku 4000 duket të folë. Unë sot, nëse dal në qytet numra nuk e di, kërkoj falje Astrit, Se ka po kërkuar. nëse dalën në qytet sot, më shumë shoh që Ndacak Mitrovicë se në Prishtinë. Fatkeqësisht. Edhe këtë çështje do ta trajtojmë. E di që ligji është pak, si me thonë, nuk na lejon që ta trajtojmë këtë problematik ashtu që shdojmë na, dhe do t'i përshtatemi ligjit, po definitivisht çështja e qenve Ndacak ka nevojë mu trajtu edhe nga niveli qendror Astrit, se momentalisht ligji është kërka. Me ligj vetëm 21 ditë mundesh me marrë qenin, me trajtu në strehimor dhe pas 21 ditë dush me lëshu vendin që ki marrë, edhe dush me dëshmu me fotografi. Ka nevojë ky ligj mu trajtu ndryshe, mënyrë që komunat me pas dorën e lirë, me menaxhu situatën pak më mirë se sa që është e menaxhuar në zonë. Gzim, qysh ka me dalë LDK-ja pas zgjedhjeve, po dalim tash nacionale. Ka dalë shumë mirë zgjedhjet e kaluara. Qysh ka me dalë LDK-ja nga këto zgjedhje, si parti? Lokale. Lokale. Definitivisht kemi me dalë partia duke marrë parasysh punën e kryetarëve aktual të LDK-s që kanë qeverisë me 4 vjet në komunat ekzistuese. Ne besojmë që do dalim partia me numrin e komunave më të mëdha që ka fituar dhe do të dalim shumë më mirë se sa në zgjedhjet e fundit nacionale. Çka do me thonë kjo? Do me thonë që do të jemi partia numër 1 sa i përket qeverisjes në nivelin lokal të komunave. Fiton ai kum pa ballotazh LDK-ja? LDK-ja po. LDK-ja fiton pa ballotazh në Lipjan, fiton pa ballotazh në Nobilic, fitojnë pa ballotazh në Prishtinë, fitojnë pa ballotazh edhe në Pej. Besoj Prishtinë pa ballotazh. Besoj po, numrat po na kallëzojnë që jemi mas 12 viteve jemi partia e parë në Prishtinë. Partia e parë. Partia e parë në Prishtinë mas 12 viteve LDK-ja del sipas matjeve tona gjithmonë, edhe sipas matjeve të partive tjera që janë ngarë, LDK-n e qesin të parën, po shpresojmë që edhe kryetari që ka bëni punë fantastike këtu në Prishtinë, edhe me gjithë ekipin që ka mbrapa, besojmë që Prishtinën do e kryjë me të parën, Pejën e kryjë me të parën, Lipjani kryet me të parën, Obiliqi kryet me të parën. Shpresojmë që po Dujevën edhe Gjilanin është problemu këtu me të parën, po do t'i kthejmë edhe po flas për qendrat e që mbaja. kanë mu kthy në ballotazh edhe po Dujeva dhe Gjilani. Definitivisht numrat, puna në terren na tregojnë që edhe këto dy komuna do i kthehen LDK-s. Gzim, atëherë zgjedhjet nacionale ai që po gati. Po. LDK-ja, shife, parti se me njëherë po politike, shkojmë. partia politike e cila nuk është e gatshme për zgjedhje nuk di pse ekziston. Definitivisht ne si LDK jemi partia që ka strukturën më të shtrirë në gjithë Kosovën. Strukturalisht qëndrojmë shumë mirë. Gjithmonë jemi të gatshëm për zgjedhje, kur vendi thërret, ne kemi qenë këtu, do jemi këtu, edhe LDK-ja do del faqebar nga çdo proces zgjedhor. Pa marrë parasysh që i kemi pranu, pa marrë parasysh rezultatet që nuk kanë qenë të kënaqshme, e din me non shkurt. Jemi partia e parë që kemi dalë, kemi pranu rezultatet, verdiktin e qytetarit. Edhe kemi bë thirrje, jemi bërë partia e parë që kemi ofruar zgjidhje edhe gjatë blokadës. Atë zgjidhje tash po na kërkojnë që pas ka qenë më e mira. Prandaj Astrit, jam shumë krenar me çka përfaqësoj, cilës parti i përkas, edhe besoj që kemi me dalë faqebart. Ata pin kushtimin msheft në listë në këto zgjedhje. Unë kam frikë që dika po, që ti mundesh mu dëmtu vetëm nga brenda. Unë definitivisht kjo gjithmonë ka qenë si mangësia më e madhe e LDK-s, kjo lufta e brendshme, këta bryllat që kemi pas, që kanë ekzistuar në LDK, unë e shpresoj Astrit edhe jam i bindur që edhe potencova dhe më herët. Pas 15 viteve, apo nuk e di sa, LDK-ja hyn në garë e unifikuar, edhe jam i bindur... A është unifikim i vërtet? Unë e shpresoj që po. Unë në takimet tona, në tubimet tona, gjithmonë e kam barcin e listës me veti. E kam edhe krejt ekipin... Barcin e listës me ty? Po shpresoj që po, nuk dyshoj. Unë nuk dyshoj, sepse unë soi përket Gzim Plakullit, marrëveshjen kur e kemi bë, e kam bë me sinqeritetin më të madh. Marrëveshja ka pas Dorzan, Lumir Abdixhikun, a ka marrë përgjegjësi kryetari i partisë? Besoj se nuk ka nevojë për Dorzani, besoj që jemi Dorzan, ta themin thojza Dorzan. E them. Ndërmjet
Ka qenë në mesin e treve. Definitivisht që po prapë se prapë, une gjithmonë funksionoj në parimin e mirëbesimit. E di që ndonjëherë kam dështuar në këtë, më ka kryuar të lashe në rrugtimin tem, po gjithmonë e di që fundi ka qenë i mirë, Astrid. Edhe tash nuk e kam pikën e dyshimit, une e them me vendosmëri, edhe me sigurin më të plot, që 34 vetë që janë në listën e LDK-s, janë njerëz më të mirë që i ka Mitrovica, i ka njerëz më profesionistë që i ka Mitrovica, njerëz që kanë integritet, edhe në jetën e tyre të përditshme që kanë Mitrovica, po edhe në jetën profesionale se çfarë ata përfaqësojnë. Çka ka me kërku LDK-ja? A ka idenë LDK-ja sot çka ka me kërku nëse tjerë dojnë me hy në marrëveshje koalicioni me të? LDK-ja ka me kërku vetëm zbatimin e programit cilin e kemi bo me qytetarin për qytetarin e Mitrovicës. Kjo është kushti jonë. Ata tjerë kanë program? Jo, ata s'kan program. S'kan program fare? Nuk kanë program, a i ki po debatet, Astrid. Qështu kanë dok debatet? Ku mbje kohe, jo ku ti ki marrë që ka shpore, jo KRPP-ja, jo anena, jo knena, Astrid. Debatet, une në 2-3 debate e kam lujt rolin edhe moderatorit, kam kërku mu këthy në temë për çka jemi ftu. Nuk jemi ftu na me akuzu njëri tjetrin ki bo kështut, ki bo ashtut, po qëllimi ka qenë na me dalë para qytetarëve mi prezentu planet, projektet, programin tonë si e shoj Mitrovicën për 4 vitet e ashme. Prandaj në disa debate, e sidomos ai pari ka qenë jashtëzakonisht i tensionuar, pa pikë nevoja, Astrid, edhe nuk e di arsyen pse, kurse debatet tjera kanë qenë pak më relaksuese, po gjithmonë ka ekzistuar ai tensioni, jo ti ki bu kështut, jo pse s'pe kallzon ato, jo s'pe kallzon ato. Kush ka bu keq përdorime, i kemi organet e drejtësisë funksionale, ne jemi këtu me bo politik, me kriju, me prezentu programe se me çka qeverisim për 4 vitet e ashme. Besoj që kjo roli jonë. Për politikat e mdhoja, është qeveria, është në qendra këtu në Prishtinë, e cila merret ne, roli kryetarit, ose puna më e madhe e kryetarit të komunës është mi shërby qytetarit, në këtë rast mi shërby qytetarëve të Mitrovicës, shërptor. Roli kryetarit është mi menaxhu çdo pare mi kriju në investime që kanë me ja lehtësu jetën qytetarëve. E me mua në qeverisje, Astrid, besoj që, e tham edhe njëherë, shpresoj që mas 4 vite kime vendos mu këthy me vazhdu jetën Mitrovicës. Astrid, ti pari me familjen tonde edhe shumë Astrita tjerë. 8. 4 besoj, për 8 i kthejmë edhe gjysën e Astritave tjerë. Gëzim, faleminderit shumë. Astrid, knasi, sukses edhe ty, faleminderit shumë.